fol gjithashtu me ty që na ke bo krenar me të arriturat e tua përgjatë këtyre viteve. Dhe besoj që Faleminderit nuk shumë. ka shtëpi e nuk ka njeri në Kosovë pavarësisht moshës nga fëmijët deri tek të moshuarit që nuk e kanë di atë krenari. Faleminderit shumë e vlerësoj jashtëzakonisht. Ku ke qenë këto ditë era? Jenë në Prishtinë apo jetu diku tjetër? Si e keni kalu këtë kohë të vështirë të pandemisë? Për momentin jam në Prishtinë me familjen, do me thonë pandemin e kom kalu komplet në Prishtinë, sepse unë jetoj në Londër, presidente, që një kohë gjatë, për shkak që diskografia e incizimeve të këngëve edhe të albumeve gjendet kryesisht në Londër edhe në LA. Mirë po prej pandemisë, normal që kom dash me najtë afër familjes, sa ma pranë tyne dhe kështu. Sa ka ndiku pandemia në krijimtarinë tënde, në punën që e ke, në incizimet, performimet në vendet të ndryshme të botës? Fatmirësisht me shëndet kemi qenë mirë, ndërsa sa i përket punës, normalisht që kemi ngec pak, për shkak se në Londër edhe në LA aty ku ma shumë bëj muzik, është si që dini është komplet lockdown, kështu që megjithatë në Kosovë kom punu disa gjana të bukra me artist kosovar që pritën me lancu këtë vetë. Shumë mirë, menzi po presim. Duhet me përmend që mënyra se si ke kontribu për imazhin ndërkombëtar të vendit tonë ka qenë e jashtëzakonshme. Edhe du me të falenderu për gjithë atë kontribut, cilin ju si artist e keni dhënë pavarësisht politikës këtu, dhe keni arrit me thy barierat tepër të mëdha e me pa Kosovën aty ku dikujt ju ka duke pamundur me pa një këngëtare nga Kosova të performu para gjithë botës në evente aq të mëdha. Ka qenë ndoshta një prej momenteve të krenarisë më të madhe që kemi pas luftës në Kosovë, sidomos edhe performanca ikonike në ceremoninë e kupës botërore FIFA në Gjithashtu ka qenë ndjenjë dyanshme. Dhe ndoshta mundesh me na tregu si është ndjerë era në ato momente duke performu në atë event aq të madh të përmasave të tilla, përkrah disa prej artistëve më të mëdhej në botë, po ashtu çfarë ndjenje ka qenë me performu në Moskë? Jashtëzakonisht mirë, si ëndër ka qenë, 2 bilion shikues ka qenë në stadionin e Rusisë. Me Will Smith që jemi rrit me Nicky Jam edhe Will më kalon përshtypje shumë të mirë, është interesu shumë për neve si popull, si njerëz. Më ka bo pyetje tilla si çush ja keni dalë prej një vendit aq të vogël, edhe do me thonë pas keni probleme me viza, pas keni probleme me inkuadrime ndërkombëtare, si në kulturë, si në sport, si në muzikë, qysh keni mujt me dalë një vajzë 24 vjeçare si ti, ku e keni gjetë inspirimin, në këto kushte minimale, do me thonë për krejt këto është interesu. Që ka bo më të veçantë World Cup për mua është suporti i publikës shqiptare, sepse publika shqiptare e ka suportin si asnjë publik tjetër, presidente, do me thonë është në ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë, sa euforik din me qenë edhe në internet sa shumë i kanë bo marketing vendit me komente, me kështu. Jashtë mua se është befasu edhe Willy, edhe Nicky, edhe krejt me popullin, me supportin e popullit tonë. Mirë që po e përmend se kjo është një inkurajim për krejt shqiptarët të cilët kanë komentuar në mbështetjet juaj që me vazhdu me bo një diçka të tillë, sepse kjo do të thotë që nuk i ke pa vetëm ti, por i kanë pa edhe artistët me renome ndërkombëtare dhe nëpërmjet tyre kanë mësu ku është Kosova, çka ofron Kosova, çfarë talentesh kanë. Kështu që besoj që ka qenë një prej momenteve që s'ka me haru asnjëri prej neve, sidomos
ti mirë, po edhe për ne vërtet ka qenë një ngjarje e paharrueshme. Në Kosovë vërtet ka shumë talent në fusha të ndryshme. Përfshi në fushën e muzikës, mirë, po suksesi yt ka qenë ndryshe sepse ka arrit në skenën muzikore ndërkombëtare. Si ke arrit të depërtosh deri te këto skena ndërkombëtare, cilat kanë qenë disa prej sfidave me cilat je përballë në hapat e parë, deri te këto arritje, ndoshta mundesh me i ndarë disa prej tyre me ne. Po, patjetër. Harrova me cek pak më nalt aty te evenimenti më me thonë që si artiste më lejohet pak me ty rregullat. Dhe një farë mënyre si e kom di si obligim shumë shpirtëror me bo Shqiponjen, si obligim moral ndaj shqiptarëve para qindra mijëra vetave në stadion. Si lloj falëndërimi, si lloj reprezentimi, është ka qenë minimumi që muj me bo për të në suport që më është bo, edhe më kanë qërtu pak, po i kom tërgu menaxhmentit që ka qenë shumë spontane, kom tje ashtu në moment se s'kom mujt me nal vetën, edhe gjithashtu në funditës suksesin tamja atribuoj shqiptarëve, kështu që e kom dje ashtu, muj me thonë. Ndërsa për dalë të pyetja tjetër të arritja që shkom depërtu, ka qenë diqysh ëndër që kom vizualizu në shta çdo natë edhe kom punu, kom pas shumë pasion për këtë profesion edhe shumë për kushtim, normal, edhe jam një shumë e privilegjume që kom hyrë në mesin e grupit të vajzave si Rita Ora, Dua Lipa, Bebe, Ava, që kanë lobu jashtëzakonisht mirë për Kosovën edhe Shqipërinë, edhe pse dallon si nata me ditë me ja dalë prej Kosovës me pasaport kosovar edhe si shtetase e Kosovës edhe me ja dalë si shtetase evropiane, rezidente evropiane ose amerikane, muj me thonë, edhe është ndryshe dallon në honorare, në gjithë shka. E përmende që natyrisht në Kosovë gjithçka është më e vështirë, sidomos hapat e parë, po ata merr mendja që ka vështirësi shtesë, sikurse në çdo profesion tjetër, për vajzat që kyçen në industrinë muzikore. Dhe ndoshta mundesh edhe këtu me i ndoa disa prej përvojave të tua me na tregu se munden me qenë inkurajuese për shumë vajza të reja, të cilat kanë talent edhe synojnë suksesin në muzikë, kanë pasion, po megjithatë përballen me shumë paragjykime dhe sfida, qysh në përpjekjet e para. Unë mendoj që jam përmirësu sanet saj përket aspektit të paragjykimit, që është diçka pozitive, nuk po mendoj që ditëve të sotit shumë po ka komente ndaj moralit veshjes ose të paraqitjes, po mendoj që jemi përparu në atë aspekt, edhe nuk shoh ai diskriminim gjinor me thonë drejt, mendoj që këngëtarët na janë të privilegjume, e dominojnë trekun industrinë e muzikës që një kohë gjatë. Siguria muj me thonë që është në nivel, nuk është që kemi nevojë për 10 bodyguarda ose diçka kur shkojmë koncerte. Nuk ka ndodhur me pas raste ashtu të tipit vjedhje, solm ose diçka. Mendoj që është kryesisht e qetë dhe nice. Nëse vetëm punon mirë, bën muzikë të mirë, atëherë absolutisht që suksesi është i garantuar. Era e përmende që jeton në Londër, po kohëve të fundit ke qenë në Kosovë, po kur je larg Kosovës, çka të mungon më shumë ti prej vendit tënd dhe si e sheh Kosovën prej larg, sepse zakonisht kur nuk je këtu mundesh me i vlerësu gjanat ma ndryshe. Çka kishe ndryshu këtu, çka mendon që nuk është duke shku në rregull, sidomos sa i përket punës drejt përmirësimit ose mbështetjes ndaj industrisë muzikore?
Po, me vend që pyetja shumë e mirë, do me thonë, për artistat këto mendoj që duhet të ketë mbështetje pak më të madhe, sidomos sa i përket vizave të punës. Pak me na lehtësu, po mendoj që është gjest i mirë, një sallë mirë fillt për artista. Unë e di nisna prej motrës teme dhe kolegëve të mi, sa shumë presin me ditë ose me javë tëra për me ma një vizë pune, edhe kjo pak më shqetëson. Gjithashtu për sala të koncerteve, në hala majmë koncerte në sala të sportit, kështu që ose në sheshe, mendoj që dhe kjo është një faktor tjetër. Tjetër, s'po di. Çka të mungon më shumë ti prej Kosovës kur je larg? Qa mungon? Mungon diqysh mikpritja edhe humaniteti që e kemi si popull. Jemi ma të ndjeshëm, ma sensitiv, ma e marim diqysh, s'po di, nuk kemi shumë business oriented, ashtu vetëm me u pagu me pare çdo shërbim, ka njëherë bojmë favors edhe for free, kështu për kur gjo, edhe ajo më pëlqen shumë te na shqiptarë që jemi shumë njerëz. Ma të afërt, afërsia që e gjenë në mes shqiptarëve është, sidomos me familje, me miq, është shumë vështirë me gjetë në vendet tjera të botës, edhe zakonisht kur flasim me njerëz që jetojnë jashtë Kosovës e përmendin këtë të njëjtën që po e përmendë edhe ti. Absolutisht e kompleksi do kuri kështu të shqiptarëve. Po, kur i kam pyte dhe të tjerët përfaqësues të industrisë muzikës çka do duhet bëjë më mirë, që të gjithë e kam përmend që duhen salla, duhet hapësirë, duhet infrastrukturë shumë e mirë, sepse krijon imazh shumë të mirë po je para që e përmend çështjen e vizave të punës, natyrisht çështja e vizave dhe lëvizjes së lirë është ndër problemet më të mëdha për të gjithë qytetarët e Kosovës, mirë po për të gjitha fushat e ndërmarrësisë, bizneset edhe industria juaj e kanë problem shtesë, sepse mundesh me pas një kontratë të mirë, një shans shumë të mirë, një bashkëpunim shumë të mirë ndërkombëtar dhe ajo humbet veç pse viza e punës nuk lëshohet me kohë. Po shpresoj shumë që ky problem të rregullohet së shpejti, por megjithatë e tregon që edhe Bashkimi Evropian në raport me Kosovën natyrisht nuk është tregu i drejtë dhe nuk i ka plotësu vetë premtimet e veta, por mvaret edhe shumë nga ne se si do të sillemi në muajt në vijim, në mënyrë që rinison edhe asaj që është në industrinë muzikore tu hapim shumë ma shumë mundësi, sepse do të ketë edhe ma shumë depërtim në skenat ndërkombëtare kur ata e kanë lirinë e lëvizjes, do të ketë ma shumë bashkëpunim muzikor me yje të shteteve të tjera e shumë çka tjetër, po shpresoj edhe pandemia, edhe problemet e pandemisë të i kalohen, sepse kjo pak a shumë e ka bloku bashkëpunimin, po patjetër që ti vetë ke qenë një role model për shumë njerëz të cilët synojnë me depërtu jashtë kufive të Kosovës edhe shpresoj që modeli yt komi inkuraju jo vetëm profesionin tënd, por edhe shumë profesione të tjera me pa që përderisa ka talent edhe ka shumë punë, që e përmende, patjetër që sukseset nuk kanë me mungu. Me qenë se të pyeta më herët për vajzat, sa përqen nëpërmjet këngëve tua mesazhe që mendon duhet me u përqu, sidomos tek të rinjët, po për vajzat e reja në veçanti? Unë 90% teksteve i shkruaj vetë edhe është fatmirësi e jamja që moj me bo ato edhe në shumicën e teksteve që i shkruaj mundon ato në konë me potencu sa e rëndësishme është dashnia ndaj vetës, pamvarësia, puna e madhe, do me thonë, unë lirisht kështu pas një frikë me thonë që nëse punon shumë,
Po du një farë mënyre me ja u hek prej kokës vajzave shqiptare sa ma shumë, me mendu që duhet patjetër me pas një partner në jetë për me mujt me ja dal, gjithmonë e suportoj pavarësinë, punën edhe ajo kur nuk lën lloç, domethënë puna, dedikimi, pavarësia, dashnia, vetë respekti, krejt këto mundona sa ma shumë mi pasqyru në tekstet mia që një farë mënyre të shpresu që më ndihmu në i vajzë tjetër. Sidomos që ndihet pak ma ashtu ma inferiore, ma shtypur, ma me ndikime të jashtme të shoqërisë. Shumë mesazh me rëndësi që besoj kanë nevojë me ndi vajzat edhe besoj që ka me qenë edhe kjo që ka dëgjojnë prej teje sonte. Inkurajim, ndoshta për fund era me na tregu edhe pse e përmendesh kurtimisht në fillim, po me na tregu në çfarë projekte të reja po punon, çka mund të presim prej teje në vijim edhe kur mundem me prit një sukses të ri ndërkombëtar të erës. Projektet e mia janë ngadalësu pak, sepse dëshira jam qysh ka qenë me këndu shqip gjithmonë, mos me hup ata dëshiran për me këndu shqip. Me thonë drejt jam influencu pak nga labeli që kom kontrat me ta për me vazhdu vetëm me anglisht. Kështu që jam në procesimin e një kontrate të re që ma lejon me qenë ma e lirë në atë aspekt edhe me këndu ma shumë shqip ose anglisht ose sepse jam artiste dhe kom qef me prodhu këngë, tekste të mira edhe jo të më imponohet me kënu vetëm shqip ose vetëm anglisht, po një farë mënyre me pas një liri ma të madhe, normal. Edhe mandej mendzi po pres me lansu disa këngë shqip, po gjithashtu edhe këngë të anglisht, po thuj se albumi është i përfunduar. Mirë shumë, tepër mirë. Nuk ka ma mirë se sa me dëgju edhe gjuhën tonë shqipe në skena ndërkombëtare, kështu që turoj shumë suksese. Edhe kemi me të përcjell me shumë knatësi e me shumë ëndje në sukseset e tua të reja, sepse ato kanë me qenë edhe suksese të Kosovës, edhe shpresoj që kemi vazhdu me punë të madhe, me qenë model se si mund të arrihet të depërtosh edhe për te i kufive të Kosovës me gjithë talentin që e ki. Kështu që të falenderoj për kohën, edhe shpresoj shumë që do të kemi mundësin me u taku personalisht pasi të kalojnë këto problemet e pandemis, me qenë se kësaj radhe arritëm vetëm virtualisht. Virtualisht, po, i përshëndes krejt ata që po na kqyrin, ishte shumë kënaqësi me folë me juve. Presidente, duroj natë mirë edhe të këndshme. Faleminderit, çdo të mirë. Tong. Tong.